sot unë dhe Ema kemi një xhirim ndryshe. Sot do xhirojmë në makinë dhe do xhirojmë në momente të ndryshme të ditës. Po pse? Ne sot do provojmë 2 lip tints të ndryshme, një të shtrenjtë dhe një të lirë. Ky është lip tinti që është i shtrenjtë, $26. Është i benefit. Po, dhe ky është i Essence. Është i Essence dhe është vetëm 4.900 lekë. E gjeni kudo nëpër drugstore. Si fillim do lyjmë buzët me laps, sepse këto janë goxha të kuqe dhe përdorim dhe për blush. Po. Kjo është shumë e kuqe në fakt, kështu që unë gjithmonë e kombinoj me laps më të errët që të balancoj ngjyrat. Edhe unë i kam lyer buzët me laps, tani është momenti të vërtetës. Ta vej këto. Ua, sa ka aromë qershie. Dala jo? Nuk ka aromë Kjo qershie. ka aromë, je pak të. Si acid. Si acid. Kjo si aromë qershie. Ua, sa e kuqe. Ne do ta përdorim dhe për blush këtë. 3 pika. Çfarë 3 pika, më do të lahe me këtë. Pika. Ua, si mace. Ua. Prit, mora një furrë që ta përha. Wow. Ç'a blashi Shumë moj. e bukur për zotin. Ky në fakt Edhe tint do miqet nga dora. Ky në fakt nuk qeka shumë për blush, se di pse. Shiko, nuk përhapet shumë mirë, do të thashë një çik përhap me dorë dhe unë. Kjo pas ka një shkëlqim. Wow, zëra shive pa. Wow. Për ta provuar se sa zgjasin këto lip tint, të gjejmë se cili është më i miri. Me thënë, do t'i harxhoni ju $26 apo më 4.900 lekë. Ne do ham me këto buzë, do rrim gjithë ditën sot me këtë faqe me blush dhe t'ju tregojmë rezultatin se sa zgjat. Duken shumë cute, po ti shohim, a do fshihen. Unë do të ha, ka shumë të mirë, mos e bërë shumë e kuqe më edhe se kuptoj në kamerë. Jo, se live është shumë okay. Do i mbar sepse do të fshihen. Për të polirë. Gelshenj, po, gelshenj. Hajde po thon. Sa shumë. Kjo që ka, shiko, ajo t'ja ka më shumë nuancë. Thash tani çka kam prekur dhe harrova që i kam hapur me duar dhe si kam duar, që nuk po hiqet. Nuk hiqet. Ema, qa është një ushqim që ti do të haj me gjithë shpirt? Byrek. Ne do ham byrek dhe do Të shohim a do fshihen buzët nga një byrek me qep dhe domate. Ha mirë. Mos i bëj me kujdes. Si do hajë normalitet. të kafsh. Edhe për lëpi. Lëpi shu i bedon. Fik si që ham në realitet. Ja pse është goci, miq që do na shihni 360 gradë. Buzët akoma vazhdojnë të qëndrojnë. Ti i ke më të kuqe. Ky është rezultati im. Ky është imi. Okej. Pas një ngrënie byreku të furishme. Ka kaluar edhe pothuajse një orë. Po. Nga momenti që Çfarë kemi bën? Ja dhe rezultate pas ngrënies. Për arsye copyrighti këtu më duhet ta bëj voice over. Këtu jemi ne duke vazhduar me aktivitetet e ditës dhe duke pirë kafe dhe duke i lëpirë shumë po shumë buzët dhe vazhdojnë të duken të kuqe miq. Po vazhdojnë të duken të kuqe. Dhe blushi vazhdon të duket po njësoj. Këtu kemi një çpanje portokall si një kafsh, por buzët nuk i kanë ikur akoma. Gjëndja deri tani e buzëve është kjo. Mua më ka ngelur pak më shumë se Ema dhe blushi është ky. Mua blushi më ka rënë, buzët janë duke më rënë, sepse unë kam hëngër, kam pirë si Edhe drejt. unë gjë kam bërë. Kështu që ndoshta më duket se ky që ka më i mirë se ai. Po pra, po unë kam edhe gjë që mua ma thith shumë fytyra me ka. Jo si fikime. Unë prash një djalë që e kisha qef aty që po kalonte në rrugë. Po nuk mund të filmoj atë moment, edhe isha kështu. Okej. Mund ta provojmë tash në sa i kalon dhe ti flirton me të. Hajde. Dhe Nuk e bëj dot se po kalon, po e mendoj, po imagjinoj sikur. Të para kam atë koka. Nëse mi angelin prap njësoj, Ema se kjo është shumë efektiv. prita përbëj njërën. Prap njësoj, nuk iku. I gishti që kisha që parë që ishte bërë pis nga
Nga që hapa kështu, janë akoma kështu, dhe pse shkuam lokal dhe unë lava duart. Ndërkohë imja Ka ikur. Ka ikur. Është shirë. Do të tregojmë në fund fare, në darkë, si do jenë këto. Derisa të lejmë punën. Ne jemi në Vilë dhe është pas dite dhe mund të kenë kaluar diku te 5 orë që kemi vendos lip tintin. Buzët e mia momentalisht janë kështu. Kurse të Emës Të mijat jam shirë pothuajse fare, kanë ngelur vetëm lapsi, vizat e lapsit, blashi në dritë duket, siç duket tu. kurse imi s'ka ikur fare. Mendoj që i esencë që ka tinti më i mirë ever, benefit. Kështu që mos harxhoni lekot. Ne ju aprovojmë në çdo episod që gjërat e lira vlejnë, kështu që blini të esencë dhe mos e blini atë $26. Bli lirë edhe mirë.